Vetëm pak pas ndaj, faleminderit shumë. Faleminderit. Kënisi kënë familjarët e të njerëzve. Faleminderit. Lajmi I jashtëzakonshëm, lindja e parë për një. Vesh po shkojmë shkurtimisht. Sukses. A mund e kalu dhe pak? Të vizituam edhe zonjën e cila është bërë nën për herë të parë, por njëkohësisht është edhe lindja e parë në vitin 2026. E uruam, I dëshiruam shëndet dhe kishte një rrethon shumë të veçantë, me qenë se ka lindur 3 njak, ka lindur 3 djem, 3 foshnje të gjinisë mashkullore dhe të 3 foshnjet janë mirë, nëna ndjehej shumë mirë dhe ky është një gëzim I posaçëm për të gjithë neve në vitin 2026. Urojmë familjen, në veçanti nënën, Fjolla Ibrahimi Starabaja, e cila vjen nga rajoni I Gjilanit, dhe I dëshirojmë gjithë të mirat në jetën e më të tjeshme. Unë këtu po vi pas vizitës kazermës Adem Jasharit të Forcës së Sigurisë Kosovës, ku u takova me komandantin e ushtrisë sonë, general-lejtnant Bashkim Jasharin, dhe me ministrin e detyrë të mbrojtjes Ejup Maqedonsin, të cilët na pritën bashkë me ushtarakët të cilët ishin kujdestar atje sonte, dhe ndrrimin e motmoteve, pra gëzuar vitin e ri 2026, cakruam gotat pikrisht në kazermën Adem Jasharin, ndërkaq që para saj isha në stacionin e policisë Qendra, bashkë me ministrin e punëve të brendshme detyrë Xhelal Sfeqla, ku atje na priti pastaj natyrisht drejtori I policisë Gazmend Hoxha. Pra, orën e fundit të vitit 2025 e kalova në stacionin Qendra të Policisë Kosovës, ku mora vesh për përgatitjet dhe ndërhyrjet që bën policia që të ketë sundim ligji dhe rend publik edhe në këtë festë të ndërrimit të motmoteve, ndërkaq takimin e fundit për vitin 2025 dhe takimin e parë për vitin 2026 e kisha në ushtrin tonë të Forca e Sigurisë Kosovës, ndërkaq orën e parë të vitit 2026 po e kaloj këtu në spital me kolegë, dashamir, me njerëz të cilët sjellin jetë në jetë, dhe më thënë sjellin foshnjet e reja të cilët janë gëzimi I familjes dhe I mbar shoqërisë sonë. Faleminderit shumë doktor Naser, doktor Zef, ministr Arben dhe të gjitha infermierit, mjekët të cilët na mirëpritën sonte, gëzuar të gjithave viti 2026. Pacientja është Fjolla Ibrahimi Starabaja, 36 vjeçare, nga Gjilani, është bë nën për herë të parë, pas një infertiliteti 8 vjeçar. Domethënë nuk ka pas fëmijë 8 vite, tash është lindja e parë, edhe është lindje 3 njake.
Lindja ka shku mirë, nona është mirë, në disponim të mirë, shpresojmë që edhe matutje me qenë nona në gjendje të mirë edhe fëmijët.